Unë kam dalë sot protestoj ose të kërkoj drejtën time. Kemi qykur karan koha e tërmetit, na hoqën bonusit dhe u kthym shtëpitë tona, që na i kanë bërë kot DS4, DS5, kot ja kanë futur. Edhe tani që jemi kthyer shtëpitë tona, thot nuk e drejt të shtëpitate. Kur unë s'kam lekun bonus qirave që na i hoqën, do them se s'bon në shtëpinë time. Edhe tani ai thot, me ç'të drejt vi unë ty thot të vlerësoj thot pronën që të shprishur. I kam akoma sot 4 ditë deri në gjujë me ujë. Edhe akoma nuk më ka ardhur asnjë me pa apo me verifiku gjendjen e shtëpisë time. Jemi në plazh Liria, lagja 13. Kështu që ju janë shkaktuar? Të gjitha duhet hithen në plera, se është hera dytë. Pra ca mujësh, u bë përmbytja që u bë atëherë për gjithë, asnjë se erdhi të na i shikon të na kontrollon. Sot kërkoj konkretisht, vinë emergjencët, na japin ndihmën e parë që duhet të gjithë plaçkat, sepse për flet, po flejmë në për farfis, në për kushuri, në për gjithë ta. Po ama na kanë lanë në baltë. Na kanë lanë në baltë. Unë i kam gjithë pajisjet në shtëpi për t'i hedhur, po ta them edhe një herë. Dhe vinë ta verifikojnë dhe ta shikojnë. Nëse unë e kam gënjeshtër, atëherë të më thojnë s'takon asnjë gjë.